Eduard Gjoka, duket që Vllaznia po kalon momente të bukura. Ma të bukura si ka kalu ndonjëherë. Jam pothuajse 70 vjet si njeku Vllaznin me bicikletat, pak kanë me shokët e mi. Këto futbollista, ky ekip s'mahet mend ndonjëherë. 107 vjetorin e presim shumë gëzum. Mrekulli, po ç'a don më 16 kryesorit tona fitore. O zot, mrekulli ka me kanë ditën e dile, spektator ka me pas ball. Koncert me çka kam në unë se nuk di janë të realizuar në mënyrë të përsosur për 107 vjetorin me drona, me këngëtar, humorista, mrekulli është. Një Vllaznie e bukur. Një Vllaznie e bukur, ç'a më thon, nuk kam fjalë ç'a më thon, më bukur s'ka se janë cili ekip ke më mirë se sot. Ç'a të gjithë një Vllazni, një harmoni, një mrekulli. Ne kam njek ndeshjen gjithmonë si në vorë, si atë mrekulli. Jo veç Kallaku, për gjithë futbollistat tanë, shkodranët tanë, artista. S'ka ekip. Beson që kjo histori pozitive e Vllaznisë do të vazhdojnë? S'ka shanse më, vazhdojnë si lusin Zotin, vazhdojnë, ma është i problem se na mesim shkodran, na tolerojmë, na ja falim, hajtë se pa ja lam vlonë, se pa ja lam këti. Këtu s'duhet ta, sigurojnë pikë të herë, mas andaj, bëjnë që atë dënë.